Situata e rënduar nga moti i keq është analizuar në mbledhjen e Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile. Në prani të kryeministrit Rama janë vlerësuar dëmet e shkaktuara nga shiu dhe përmbytjet. Deri tani janë në rang vendi numëruar 1587 banesa me praninë e ujit, janë evakuar 339 persona dhe 51 familje, po ashtu prania e ujit është konstatuar në 13.211 hektarë tokë bujqësore, ku një pjesë janë përmbytur, sikundër edhe disa qendra shëndetësore apo objekte arsimore. Kreu i qeverisë u premtoi qytetarëve të prekur se do të dëmshpërplehen. Sot dua t'i siguroj edhe të dëmtuarit e kësaj here se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrim ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku bëri me dije se situata me energjinë është përmirësuar, ndërsa të gjitha akset janë funksionale. Kemi pasur disa shkëputje në zonën e Kuksit apo zonën e Librazhdit, por që të gjitha janë kthyer në funksion në kohë rekord. Përsa i përket akseve rrugore, akset rrugore janë të gjitha funksionale. I referojmë këtu akseve kombëtare, jemi në dieni gjithashtu që ka pasur problematika në akset rurale të cilat mirëmbahen kryesisht nga bashkitë. Ndërkaq, Ministria e Brendshme Albana Koçiu bëri bilancin e forcave policore të cilët janë në gatishmëri. Konkretisht rreth 5500 punonjës të policisë shtetit kanë qenë të angazhuar në territor duke mbështetur të gjithë strukturat dhe janë 700 mjete të policisë shtetit të cilat janë vendosur në dispozicion për të mbështetur dhe për të ndihmuar. Forcat zjarfikse që janë mbi 720 efektiv të përfshirë në terren, të angazhuar në këtë situatë, kanë kryer dhe ata rolin e tyre sa i përket misioneve jetëshpëtuese. 55 automjete zjarfikse në dispozicion. Ndërsa Ministri i Bujqësisë Andi Salla u shpreh se po punohet për hapjen e kanaleve kulluese, në mënyrë që të shmangen përmbytjet. Po punojmë për hapjen dhe pastrimin e kanaleve kulluese, ku atje ku kemi pas nevojshme me gjithë eskavatorët, ku kemi rreth 29 eskavatorë në gatishmëri në nivel kombëtar, ku i kemi pas në zonat kryesisht të prekura ndaj përmbytjes, ku të gjithë eskavatorët kanë qenë në gatishmëri 24 orë. Gjatë mbledhjes u bë me dije se qeveria ka në dispozicion rreth 50 milion euro për situatën e emergjencave natyrore.